ajo çfarë ndodh në Kosovë, keq kuptohet shpesh nëse një çështje ka kontest apo nuk ka kontest. Kjo shpesh herë është keq interpretuar edhe nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe shpesh herë konsiderohet që një marrëveshje e ndërmjetësimit është duke u lidhur në çështje të cilat nuk janë kontestuese. Por megjithatë, ne kjo mund të zbërthehet shumë lehtë sepse një çështje të tillë për ta realizuar një të drejtë vetëm duhet të dihet se ku është dera e radhës për të trokitur. Dhe nëse dera e radhës është në gjykatë në procedurë kontestimore, atëherë kjo çështje del që është kontestuese dhe njëjta mund të zgjedhet edhe përmes procedurës së ndërmjetësimit. Xhelili thot se në secilin rast shikohet legitimiteti i palëve në procedurë. E para duhet të kontrollojmë legitimitetin e palëve dhe duhet të shkojmë vullnetin e palëve, sepse është ndërparimet bazë të ndërmjetësimit, ku palë duhet të kemë vullnet lirë për me lidhat marrëveshje dhe si profesionist duhet veprojmë mbi deklaratat e palëve natyrisht, kur paraprakisht e kemi kontrollu legitimitetin e palëve me dokumentacion që e kanë certifikatën e pronës dhe letërnjoftimet me patjetër, po dhe çdo para kontrat ose lidhjet marrëveshjes paraprake nëse kanë. Këtë ka konfirmuar edhe Supremja. Absolutisht, thjesht Gjykata Supreme ka qartësuar që do të ketë legitimitet palëve, do të ketë konfirmim për të drejtën që në certifikatat përkatëse të pronësisë dhe do të ketë vullnet të shprehur për arritjen e marrëveshjes, e cila bëhet natyrisht në procedurë përkatëse, e konfirmuar nga gjykata kur çështja është gjyqësore apo e konfirmuar nga ndërmjetësuesi kur çështja nuk është gjyqësore. Zoga i shpjegon edhe pyetjen e ngritur në rastet kur mungojnë transaksionet bankare. Në çdo rast kur ekziston një raport juridik, i cili nuk është formalizuar me të drejtën përkatëse. Pra, nëse ka një marrëveshje, qoftë formale, qoftë jo formale, ka pas transaksione jo formale, ka kembime ndryshme. Sepse jo gjithmonë për një çështje shitblerje mund të jetë çmimi financiar, pagesa financiare, kompenzimi edukat, mund të kemi edhe kembime, mund të kemi edhe punë ndryshme që kryhen në emër të kompenzimit. Në çdo rast kur ekziston një raport, marrëveshja e ndërmjetësimit është zgjidhja e duhur. Pra ne, respektivisht Gjykata Supreme, ka tentuar me eliminu çdo lloj fiktiviteti në procese, duke i dhënë peshë të drejtës që ka secili subjekt dhe vullnetit përcaktues për bartën e pronësisë. A mundet po e shtrojmë pyetjen një pronor mja fal pronën në personin tjetër? Absolutisht po. Tani cili është problemi me marrëveshjen e ndërmjetësimit, nëse ka këtë drejtë për dhurim, pse nuk mund të jetë ajo objekti i marrëveshjes së ndërmjetësimit? Ndonë se AKK ishte vetë ajo që kërkoi këtë mendim juridik të Supremës, disa zyra kadastrale kanë vazhduar me praktikën e njëjtë, duke thënë se mendimi i Supremës nuk është obligues. Kështu ka vepruar zyra kadastrale në komunën e Prizrenit, ku një shkresë që ka siguruar betimi për drejtësi, thuhet se qëndrimi i tyre është se zbatimi i marrëveshjeve të ndërmjetësimit duhet të bëhet vetëm në rastet kur përmbajtja e tyre është në harmoni me ligje tjera në fuqi, përfshirë dispozita që rregullojnë prejardhjen e pasurisë dhe transaksionet financiare.